Qysh duhet më usill, prof? Qysh më usill një familje kur ka një person me telashe të shëndetit mendor në shtëpi? Po, e di. Çfarë duhet bëjmë? Po. Tek ne spari është problem stigmatizimi që i bëhet personave të cilët kanë probleme me shëndetin mendor, për shkak se ne si shoqëri ata i quajnë persona mos shprehnë atash mënyrën se si i quajnë, mirë po thjesht ne refuzojmë që të kemi kontakt me këta persona, i stigmatizojmë në mënyrë të skajshme, i bullizojmë qoftë në shkolla, qoftë edhe jashtë shkollës, dhe në këtë mënyrë pra i mbetet vetëm familjes që të merret me këta persona. Një gjë duhet të jetë e qartë për të gjithë. Familjarët nuk janë profesionistë shëndetësor. Familjarët nuk e dinë saktë se çfarë terapie duhet marrin këta persona. Momentin që familja e dërgon personin te profesionistat shëndetësor, atëherë duhet të jenë edhe të kujdesshëm që terapia të merret me kohë të duhur për çdo përkeqësim të gjendjes së personit, të lajmërojnë organet kompetente dhe në këtë mënyrë pra të shikohet dhe të zbutet problemin të cilën e ka personi. Ne e dimë që problemet në shëndetin mendor, trajtimi i tyre disave mund të zgjatë tërë jetën, mirë po zakonisht këto më të jetat variojnë nga 6 muaj deri në 5 vite. Pra duhet të kemi shumë kujdes se si trajtojnë këta persona dhe të marrin ndihmën dhe të marrin terapinë në kohë të caktuar, pra në kohën e cila është përshkruar nga profesionistët. Duhet po ashtu të themi që sëmundja mendore nuk është turp, nuk është një person i cili e zgjedh këtë sëmundje me vetë dëshirë, por ne e kemi për detyrë edhe si familje, edhe si shoqëri të mundohemi të bëjmë më të mirën që këta persona mos të stigmatizojmë, të bëjmë të ndihemi keq se ashtu kanë probleme, dhe në këtë mënyrë pra të mundohemi të inkorporojmë sa do pak në shoqëri dhe të jemi shumë të kujdesshëm kafshë tyre.